Polemikat brenda kampit socialist dhe deklaratat e fundit të deputetëve Erion Braçe dhe Elisa Spiropali kanë marrë vëmendjen e kryeministrit Edi Rama, por edhe të opozitës. Gjatë një bashkëbisedimi me botuesin Nikol Lesi, Rama u është përgjigjur zërave për rebelim brenda llojit, ndërsa këtë të enjte debati u zhvendos në sallën e parlamentit me akuza të ndërsjellta mes kryedemokratit Sali Berisha dhe vet Spiropalit. Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur të shfaqet sportiv ndaj kritikave që vijnë nga brenda grupit të tij parlamentar. Për Erion Braçen, kreu i qeverisë u shpreh se profili i tij kritik është thjesht vetvetja, ndërsa për Spiropalin Rama i lexoi mes rreshtave si deklarata dashurie. Megjithatë, ai nuk harroi të vendoste vijin e kuqe, që siç tha, nuk duhet shkelur më shumë se 3 herë. Unë di që Erion Braçja ka qenë është dhe do betet ky që është këtë diun. Nuk më duket se ka ndonjë gjë të re në kuptimin që ai ashtu ka qenë, ashtu është, ashtu do jetë dhe ashtu duhet jetë. Është eksaktësisht një njeri që është vetvetja. Kush përpiqet ta imitojë bën gabim. S'ka gjë për të shënuar këtu, çka ka. Do përjashtohet? Do përjashtohet se ajo tham përjashtohet. Kush thot hajde këtu më ke më vrit, e thot nga që të do. Nuk duhen marrë literalisht këto gjëra, janë krejt normale, për sa kohë nuk prekin atë vijën e kuqe. 2 vjet kuq bëj ka shkelur 2. Çdo njeri mund të gabojë. Kush ka dhënë kontribute mund të gabojë edhe herën e dytë. E treta pastaj e ndan. Por kjo krizë brenda socialistëve nuk ka kaluar pa u diskutuar nga opozita. Në seancën plenare të kësaj të enjteje, Berisha ka shigjetuar Spiropalin duke ironizuar marrëdhënien e saj me kryeministrin. Berisha tha se Rama po e flak deputeten pavarësisht e lozheve që ajo i ka thurur ndër vite. Dhe ju që po më këshif atje do të bëj një pyetje këtu. Si ka mundësi që ajo e quhen pallosh i gjatë dhe ai bën gjithçka për ta mbrojtur, kurse ti e quhen Skënderbeg dhe të flak. Cila është arsyeja? Nga ana tjetër, Spiropali shmangu komentet mbi marrëdhënien e saj me Ramën, edhe pse në rrjetet sociale ka qenë shumë e zëshme me kritika ndaj socialistëve. Por këtë të enjte në kuvend zgjodhi të ndalej te figura e Berishës, duke e cilësuar si një politikan kontradiktor. Sali je i pabesueshëm, sepse njëkohësisht je edhe denoncuesi më i madh edhe garantuesi më i madh i sistemit. Kështu që kur të çlirosh sistemin, kur të çlirosh partinë, kur të çlirosh opozitën, mund të flasim këtu dhe ndoshta terma doktor do të ngjisin më shumë. Po sot për sot kontradikta e thellë të qenurit edhe denoncues, edhe garantues nuk ta jep të drejtën të flasësh dhe i jep qytetarëve të drejtën të mos të besojnë. Pavarësisht komenteve për krisje në radhët e mazhorancës, mesazhi i Edi Ramës mbetet i qartë. Brenda familjes socialiste lejohet të jesh vetvetja, por vetëm deri te vija e tretë e kuqe.